Mirë se vini në 7 ditët e qetësisë. Për praktikën tonë të parë, ne do të bëjmë një ushtrem duke u përqendruar në frymarrje. Fillimisht, gjeni një vend të qetë për të ulur. Uluni me shpinë të drejtë në një jastëk ose karrike, në një pozicion të rehatshëm dhe mbyllni sytë. Mbështetni duart butësisht në gjunjë ose në prehër. Mbani pjesën e sipërme të trupit drejt. Lëreni trupin tuaj të relaksuar dhe merrni frymë butësisht. Bëhuni të vetëdijshëm për frymarrjen tuaj, ndërsa ajo vjen dhe largohet nga trupi juaj. Përqendrohuni në ngritjen e barkut kur e merrni frymën dhe në rënjen e barkut qërsa e lëshoni frymën. Mbani ritmin e frymarrjes suaj në mënyrë natyrale, duke mos u përpjekur ta ndryshoni atë. Thjesht, bëhuni i vetëdijshëm se si fryma hyn dhe del nga trupi juaj. Tani po ju lëm të qëndroni me frymën tuaj për një moment. Vëzhgojeni atë pa e kontrolluar. Lëreni që ta udhëheqë rrugën. Do të vini re që her pas here, mendja juaj do të endet në shqetësime, shpërqendrime, ose mendime të së kaluarës ose të së ardhmes. Ngadalë, kthejeni fokusin në frymën tuaj. Lejoni që mendimet tuaja të shfaqen, pastaj lërini të rrjedhin dhe të shkojnë. Vetëm vazhdoni të ktheni vëmendje në frymën tuaj. Merrni frymë, lironi frymën.
Në fillim, është e zakonshme që meditimi në qetësi të ju duket i vështirë, për shkak të bisedave që ne bëjmë në kokën tonë. Mos u shqetësoni. Mendja ka dëshirë të jetë e zënë. Kjo është vetëm natyra e saj. Sa po të mësoni se si ta zbutni atë, praktika do bëhet më e lehtë. Vazhdoni të merrni frymë brenda dhe të lironi frymën jashtë. Dhe ndërsa mbaron ushtrimi, mbani sytë mbyllur. Lëvizni butësisht gishtat dhe këmbët dhe riktheni vëmendjen përsëri në dhomën apo mjedisin ku gjendeni. Vini re se si ndihen mendja dhe trupi juaj. Ju do të vini re se ndërsa vazhdoni praktikën e ndërgjegjësimit, gjendja e ndërgjegjësimit do të bëhet gjithnjë e më e arritshme për ju. Ngjashëm me stërvitjen, e cila kërkon rregullsi, ndërgjegjësimi praktikohet. Nuk mjafton vetëm ta lexosh ose ta mendosh. Në fakt, duhet ta zbatosh në mënyrë që të funksionojë. Sa më gjatë të qëndroni me seritë dhe ushtrimet e përgatitura, aq më e lehtë do të bëhet. Tani, butësisht hapni sytë. Urime për plotësimin e ditës së parë të programit 7 ditor. Ne shpresojmë t'ju shohim në ushtrimin ton të radhës.